Thanë se atë dhe unë e kemi bashk, dhe na treguan një lumë a një plaj, një imazh reje që tundej si e rashk, dhe një pirg dhe që pret në skaj. Pastaj i morën për vete, një nga një, të gjitha ato që kishin bashk në letër. Kur panë se për ne nuk mbeti asgjë, thanë, ikni, thyeni qafën diku tjetër. Me këto vargje të Sokrat Habilajt nisi në Bibliotekën Kombëtare mbrëmja Poezitë të Tranzicionit, organizuar nga shkrimtari Liridon Mulaj. Në mesin e një diskursi të ashpër politik para zgjedhjeve parlamentare të 11 majit, ku të ikurit presin në mërgim politikan të gjithë kave në takime elektorale ku ju thuhet se Adheu është këtu, dhe se është në duart e tyre. Vargjet e poetëve ju tregojnë duart bosh dhe një Adhe ku s'ka mbetur më asgjë, përveç mallit, pritjeve e arsyeve të reja për të kërkuar Europën, duke parë në sy traumat e tranzicionit. E kam konceptu këtë natë më shumë si homazh për gjithë viktimat në thojzat të kësaj periudhe të gjatë, të trashë, të mjegullt, dhe jo vetëm viktimat në kuptimin fizik, pra njerëzit që vdishen gjatë përpjekjeve, me anije, me luftën civile etj, por viktima shpirtërore, ka njerëz që humën shpirtin, humën veten, humën njeriu që kishin brenda vetes, dhe kush më mirë se poetët dhe poezia e la këtë gjurmë të thellë të kësaj kohe. Vargje nga 35 poetë që shkruan mes dy kohëve, por mbi të gjitha shkruan për plagët e tranzicionit, u lexuan për të pranishmit, duke bashkuar artin si shije dhe artin si angazhim në rrëfenja tranzicioni, ku fajtorët edhe nëse nuk kanë emër janë të identifikueshëm në mesin e turmave apo stadiumeve, prej ku kërkojnë besim dhe ripremtojnë Europën si në kapërcyellin mes dy kohëve, duke hequr nga vetja përgjegjësinë për veprimet ose mosveprimet e dekadave që i bën shqiptarët të ikin ose të humbasin veten dhe vendin.